Shikues të nderuar, ju përshëndes, jemi në minutat e ditarit informativ në RTS Gjirokastra, ku ndër të tjera sot do të keni mundësinë të ndiqni. Aerodromi i Gjirokastrës po tërheq gjithnjë më shumë vëmendje për zhvillimin e sporteve ajrore. Drejtori i Aviacionit Civil Maksim Temaj thekson se ky është një potencial i rëndësishëm për vendin, por kërkon ndërhyrje të domosdoshme për përmirësimin dhe mirëmbajtjen e infrastrukturës në mënyrë që të shfrytëzohet plotësisht. Saranda pritet të mirëpres një numër të madh turistësh këtë pranverë, duke u konfirmuar si një nga destinacionet më të preferuara në jug të vendit. Qyteti tërheq vizitor jo vetëm për detin e pastër dhe klimën e ngrohtë, por edhe për kulturën e pasur dhe trashëgiminë historike që ofron, duke krijuar një përvojë të plotë për çdo turist. Këlqyra vitet e fundit po përjeton ndryshime të dukshme të reflektuara në jetën e përditshme të qytetarëve. Investimet në infrastrukturë dhe përmirësimi i hapësirave publike kanë sjellë një frymë të re në qytet. Banorët shprehen se këto zhvillime po ndikojnë pozitivisht në cilësinë e jetesës dhe po e bëjnë Këlqyrën më tërheqëse për vizitorët. Prej më shumë se 10 vitesh Pelivan Jaçe nga Këlqyra merret me grumbullimin e bimëve medicinale. Ai bashkëpunon me banorët e zonës, të cilët i mbledhin këto bimë në natyrë. Puna e tij jo vetëm që ruan një traditë të hershme, por gjithashtu krijon të ardhura për familjet dhe promovon vlerat natyrore të krahinës. Ju njohim tani më gjërësisht. Aerodromi i Gjirokastrës po tërheq gjithnjë më shumë vëmendje për zhvillimin e sporteve ajrore. Drejtori i Aviacionit Civil Maksim Temaj thekson se ky është një potencial i rëndësishëm për vendin, por kërkon ndërhyrje të domosdoshme për përmirësimin dhe mirëmbajtjen e infrastrukturës në mënyrë që të shfrytëzohet plotësisht. Me një potencial të konsiderueshëm për zhvillimin e sporteve ajrore dhe turizmin në jug të vendit, aerodromi Gjirokastrës po shihet gjithnjë më shumë si një aset që mund të marrë një rol të rëndësishëm në të ardhmen. Sipas drejtorit të Aviacionit Civil, Maksim Temaj, ky projekt kërkon ndërhyrje të domosdoshme në infrastrukturë dhe mirëmbajtje të vazhdueshme në mënyrë që të shfrytëzohet plotësisht. Fusha aerore Gjirokastrës është regjistruar, pra është një fushë në Regjistrin e Aviacionit Civil Shqiptar, i cili mundson këto aktivitete të sporteve ajrore. Pra, infrastruktura është aty. A është e mirë? Është e mirë. A mund të bëhet më e mirë? Do bëhet më e mirë. Sa më mirë bëhet infrastruktura, aq më shumë aktivitete të tjera do ketë. Nuk janë disa, për të paktën me çfarë më 2-3 vite fundit janë mesatarisht 3 deri në 4 aktivitete në Gjirokastër. Të larmishme, kemi pas paragliding, kemi pas edhe në precizion, kemi pas parashutat, pra ka aktivitete. Aviacioni Civil ka për qëllim në funksion të objektivat e Aviacionit Civil të promovojë Aviacionin Civil për të gjithë përdoruesit e hapësirës. Pra, çfarë bëjmë në rinas për avionët e mëdhenj, për avionët komercial, ne duam ta bëjmë për çdo aktivitet që ka lidhje me ajrin. Të kenë akses klubet ajrore, të ketë akses doganat, të ketë akses policia, të kenë akses servitet ushtarake. Këtë do bëjmë. Pra dhe fusha e Gjirokastrës është në funksion të objektivit madhor për ta promovuar aviacionin civil, për ta bërë të aksesueshëm për njerëzit, dhe kjo është çfarë ne duam të arrijmë si aviacion civil, si qeveria e Republikës së Shqipërisë. Që ne të kërkojmë më shumë vaj pozitiv për qytetin, na kërkohet që infrastruktura e aeroportit të përmirësohet dhe të mirëmbahet. Çfarë do të thotë? Fal Zotit, fushta është shumë e mirë, kushe shumë të mira, ka nevojë për disa punë sekondare, që janë mirëmbajtja e barit, rrethimi i pistës në mënyrë të plotë, vizimi i vazhdueshëm i pistës, dhe ajo çka ka nevojë pjesa publike e fushës. Një restorant i vogël, 2 hangar të vegjël për avion, që edhe kur të mos ketë aktivitete të sporteve ajrore, njerëzit vinë këtu. Në lidhje me idenë për ndërtimin e një aeroporti mes Gjirokastrës dhe Sarandës, Temaj vlerëson se një projekt i tillë do t'i përshtatej më së miri zhvillimit të zonës jugore, duke parë si një hap strategjik për rritjen e aksesit dhe turizmit. Nga pikpamja e aeroportit Gjirokastrës për Sarandës, ne themi ne na duhen aeroporte, infrastrukturë. Për mua, fal rrugës së re që është bërë të Kardhiqit, se është Gjirokastër, se është Sarandë, nuk ka një rëndësi. Çfarë do zgjidha personalisht Gjirokastrën? Pra unë them që Gjirokastra shkon shumë mirë për këto aktivitete, sepse infrastruktura është shumë e mirë, qyteti është shumë afër, pra ti nuk ke nevojë të vish në fushë për të parë, por edhe duke pirë kafe në Gjirokastër e shikon. Por unë mendoj që gjërat në Gjirokastër me sportet ajrore sa do vinë do rriten. Pra ne kemi bërë 3 aktivitete në vit,
Objektivi jonë është që deri në 2028 të kemi rreth 2 aktivitete më shumë çdo vit, pra ne presim që në fund 2028 të kemi rreth 10-12 aktivitete në Gjirokastër. Në këtë kontekst, aerodromi mbetet një projekt me perspektivë zhvillimi i lidhur ngushtë me investimet infrastrukturore dhe vizionin për sportet ajrore apo transportin ajror në jug të vendit. Saranda pritet të mirëpresë një numër të madh turistësh këtë pranverë, duke u konfirmuar si një nga destinacionet më të preferuara në jug të vendit. Qyteti tërheq vizitor jo vetëm për detin e pastër dhe klimën e ngrohtë, por edhe për kulturën e pasur dhe trashëgimin historike që ofron, duke krijuar një përvojë të plotë për çdo turist. Përgatitjet për sezonin turistik janë drejt përfundimit, ndërsa institucionet dhe bizneset lokale janë angazhuar për të ofruar kushte sa më cilësore. Saranda këtë pranverë po kthehet në një nga destinacionet më të kërkuara turistike në Shqipëri, duke mirëpritur vizitor nga vende të ndryshme të botës. Disa prej tyre e vizitojnë për herë të parë, ndërsa të tjerë kthehen çdo vit duke e pasur Sarandën një ndalesë të pandryshueshme në agjendën e tyre. Qyteti bregdetar vazhdon të tërheqë turist jo vetëm për plazhet dhe klimën e favorshme, por edhe për kulturën, trashëgimin dhe historinë që mbart kjo zonë. Mbërritëm këtë mëngjes në Sarandë dhe kjo ndalesë është pjesë e itinerarit ton. Kompania që organizoi udhëtimin e ka përzgjedhur Sarandën si një nga ndalesat kryesore dhe duket si një vend shumë i bukur për të vizituar. Është hera e parë për mua këtu, por ndoshta do të vij përsëri. Më pëlqen të udhëtoj, më pëlqen të shoh vende të reja. Të jemi sinqert, ende nuk kam provuar ndonjë ushqim, sepse sapo mbërritëm në orën 9 të mëngjesit dhe kjo është hera e parë që po dalim nga jahti. Ne kemi ardhur dje, deri tani Saranda po më pëlqen shumë. Më pëlqejnë pamjet, lulet, ushqimi, deti i pastër. Çdo gjë është e bukur. Për kulturën shqiptare nuk e njoh shumë, por po qëndrojmë në hotel dhe recepcionisti për shembull është nga këtu dhe është shumë i sjellshëm, i mirë dhe i gatshëm për të ndihmuar. Kështu që përshtypja e parë është se janë vërtet shumë miqësor vendasit. Do të doja shumë të vija përsëri. Ne jemi nga Spanja, jemi për herë të parë në Shqipëri dhe do të qëndrojmë deri të hënën në mëngjes. Është vërtet shumë bukur. Mendoj që qyteti i Sarandës e ka zhvilluar shumë turizmin, kështu që shoh që tani ka shumë restorante të mira, bare dhe hotele të bukura. Shkuam në Tiranë dhe erdhëm me makinë në Sarandë. Pastaj do të shkojmë në Vlorë dhe më pas do të kthehemi në Tiranë. Ushqimi është i mrekullueshëm, peshk i shkëlqyer, shumë mish i mirë, gjithashtu dhe perime të shijshme. Njerëzit janë vërtet shumë të sjellshëm, shumë miqësor, të gjithë shumë të mirë. Deri tani kam pasur një përvojë shumë të bukur. Sipas Eliana Ashkurti, drejtore e kabinetit, përgatitjet për sezonin turistik janë drejt përfundimit dhe pritshmëritë për këtë vit janë më të larta. Prag Maj edhe bulevardi Sarandës ka filluar flet në gjuhët ndërkombëtare, siç e shikoni edhe ju, turistë nga vende të ndryshme kanë filluar të frekuentojnë qytetin bregdetar të Sarandës, kryesisht nordik. Në vijim presim edhe të ardhur nga tregjet e tjera. Situata duket tepër optimiste. Përgatitjet vazhdojnë. Bashkia Sarandi ka marrë gjitha masat për mbarvajtjen e plotë të sezonit turistik. Ndërkohë jemi edhe në bizetime të vazhdueshme edhe me strukturat që ofrojnë në fushën e hoteleri turizmit për fazën përgatitore, në mënyrë që edhe kur të filloj fluksi gjithçka të jetë gati. Autoritetet vendore dhe bizneset po punojnë për të garantuar një sezon të suksesshëm me shërbime të përmirësuara dhe oferta të larmishme për vizitorët që pritet të zgjedhin Sarandën si destinacionin e tyre këtë pranverë dhe verë. Këlqyra vitet e fundit po përjeton ndryshime të dukshme të reflektuara në jetën e përditshme të qytetarëve. Investimet në infrastrukturë dhe përmirësimi i hapësirave publike kanë sjellë një frymë të re në qytet. Banorët shprehen se këto zhvillime po ndikojnë pozitivisht në cilësinë e jetesës dhe po e bëjnë Këlqyrën më tërheqëse për vizitorët. Këlqyra dikur një qytet i qetë dhe me pak lëvizje, po merr sot një tjetër pamje. Ndryshimet e fundit kanë rritur interesin e vizitorëve dhe kanë sjellë edhe më shumë gjallëri në zonë. Banorët thonë se përmirësimi i infrastrukturës dhe shtimi i turistëve kanë ndikuar pozitivisht në jetesën e tyre. Po ka ndryshuar mënyra e jetesës, mënyra të ushqyerit, nuk jetonim në ato kushte që jetojmë sot. Çdo gjë po sikur po ecën mirë, mbar po ecën, nga viti në vit ndjen edhe ndryshime. Ndryshimet e para një herë i shikojmë tek pamja jashtme e qytetit, një herë e para. Pastaj ato ekonomike. Kjo rritje e interesit po tërheq edhe vëmendjen e emigrantëve, disa prej të cilëve po mendojnë të rikthehen për të investuar dhe për të ndërtuar të ardhmen në vendlindje. Është një vend shumë i mirë, ka shumë
perspektivë. Po njerëzit ta mësuar vetëm me migrim. Shikojnë të ikin sa më shpejt në ky vend. Se nuk kanë një diçka, një të nxisi përse do punojnë këtu në vendin e tyre. Në të ardhmen mendoj se do bëj një zhvillim, se kam mënyrën. Për të shfrytëzoj tokë, mund të bëj një fermë, ja vlen. Edhe pse sfidat nuk mungojnë, Këllëzyra po shihet gjithnjë më shumë si një zonë me potencial zhvillimi, duke dhënë shpresë për një të ardhme më të qëndrueshme. Shkolla profesionale Antoni Athanas në Sarandë zhvillon praktikën e nxënësve si në ambientet e saj, ashtu edhe në bizneset lokale, duke i afruar ata me tregun e punës, veçanërisht gjatë sezonit turistik. Sipas drejtoreshës Rudina Liçaj, kjo u jep mundësi nxënësve për të fituar përvojë në profesionin e zgjedhur. Gjithashtu shkolla synon të zgjerojë ofertën me 2 deg të reja, teknologji ushqimore dhe logjistik. Në shkollën profesionale Antoni Athanas në Sarandë, nxënësit kryejnë praktikën profesionale jo vetëm në kabinetet e shkollës, por edhe në bizneset lokale të zonës. Kjo formë praktike synon t'i afrojë ata më shumë me realitetin e tregut të punës dhe kërkesat e tij. Sipas drejtoreshës Rudina Liçaj, në fillim të sezonit turistik, praktika zhvendoset kryesisht në bizneset e zonës, duke u dhënë nxënësve mundësi më të mira për të qenë më afër profesionit që kanë zgjedhur dhe për të fituar përvojë konkrete në terren. Përveç praktikës që nxënësit bëjnë gjatë gjithë vitit mësimor në kabinetet e shkollës, ne në fillim të sezonit i nxjerrim nxënësit në praktik në për restorantet dhe hotelet janë partnerët të shkollës. Ajo që është risi për këtë vit është futja e sistemit dual në shkollën tonë në 2 kualifikime, si në kualifikimin e tretë dhe është futur kuzhinë dual dhe nxënësit në pjesën më të madhe të kohës janë duke mësuar në biznes, janë vetëm 2 ditë në shkollë dhe 3 ditë të tjera ata janë të nxënës që mësojnë në biznes dhe janë direkt në kuzhinë, sepse këtë deg kanë zgjedhur dhe mësojnë të gjithë trendet e reja që ka biznesi në fushën e kuzhinës. Dhe tjetër sistem dual kemi në pas të mesmen që është për menaxhimin e strukturave hoteliere. Duke parë nevojat e tregut të punës këtë vit, shkolla synon të sjellë si risi edhe hapjen e 2 degëve të reja, teknologji ushqimore dhe logjistik, me qëllim përgatitjen më të mirë të nxënësve për kërkesat aktuale të punësimit. Ne duam të mbajmë atë drejtimin e zhvillimit të turizmit siç e ka zona jonë dhe mendoj që dhe nga kërkesat e bizneseve që janë në fushën e përpunimit ushqimor, ka dalë kërkesa për teknolog ushqimor, sepse duhet teknologët që janë tek kantinat e verës, tek rakiat, tek bulmetrat, tek lëngjet, të gjitha këto do kërkojnë profesionistët, sepse këto ndërmarrje vijnë duke u shtuar, është ajo prapavia e turizmit që do vi gjithmonë duke u zhvilluar dhe do ketë nevojë për teknolog ushqimor. Është një kërkesë që ne ja kemi bërë ministrisë, si për këtë ashtu dhe për logjistikë, e cila është një degë e përshtatshme ekonomiku dhe është sistem dual. Në këtë mënyrë, shkolla profesionale Antoni Athanas po forcon lidhjen mes arsimit dhe tregut të punës, duke u ofruar nxënësve më shumë mundësi praktike dhe orientim më të qartë drejt profesioneve që kërkohen në zonë. Kjo qasje synon të rrisë cilësinë e përgatitjes së tyre dhe mundësitë për punësim pas përfundimit të studimeve. 23 nxënësit e klasës së 9 të shkollës publike 9-vjeçare të Mesopotamit në bashkinë e Finiqit përgatiten për provimet e lirimit. 70% e tyre janë regjistruar paraprakisht tek shkolla jo publike për të vazhduar ciklin e mesëm. Shkolla publike 9-vjeçare e Mesopotamit në bashkinë e Finiqit, me rreth 100 nxënës të regjistruar, e zhvillon procesin mësimor me 2 kurrikula, në gjuhën anëtare greke dhe në gjuhën zyrtare shqipe. Klasa e 9 ka 23 nxënës, të cilët së bashku me stafin pedagogjik po përgatiten për provimet e lirimit. 7 nxënës janë në kurrikulin greqisht, kurse 16 të tjerë janë në kurrikulin shqip. Ka një nivel në përgjithësi të nxënësve në nivel mesatar, rreth 7-5-8 e notës mesatare, deri në 3 mujorin e dytë. Si bashki Finiqi, ne kemi 38 nxënës, të cilët 6 nxënës janë në shkollën e Finiqit, edhe rreth 9 nxënës janë në shkollën e Livadias bashkuar. Ndërsa e veçanta e nxënësve të klasës 9 të kësaj shkolle është se preferojnë të vazhdojnë ciklin e mesëm në shkollën jo publike profesionale, frym dashurinë në Mesopotam.
Nuk kemi dhe aq nivel që të gjithë nxënësit të ndjekin shkollën e përgjithshme gjimnazin dhe kështu që ndjekin shkollën profesionale që është këtu në Mesopotam, të cilët jo publike. Jo publike, profesionale dhe nga 38 nxënës që ka bashkia ose 23 që ka këtu shkolla e Mesopotamit, rreth 75% e nxënësve ndjekin shkollën profesionale Frym Dashurie këtu në Mesopotam dhe kryesisht këta janë regjistruar paraprakisht tani, por në maj japin një provim që përgatit vetë shkolla atje dhe ata që arrin kuotën e mesatarët mbi 9.2, 9.3 shkojnë në gjimnaz. Në bashkinë e Finikit funksionon edhe shkolla e bashkuar në Livadja, ku në ciklin e mesëm vinë nxënës edhe nga bashkitë e Konispolit dhe të Sarandës. Në bashkinë e Libohovës ka nisur vaksinimi të imtave nga blektorët me fokus të veçantë para ndalimin e sëmundjes së brucelozës. Sipas specialistëve të bujqësisë, ky proces po kryhet nga të gjithë blektorët e zonës për të mbrojtur tufat dhe për të siguruar prodhim më cilësor. Paralelisht ka nisur edhe kontraktimi i kullotave verore, duke ndihmuar në organizimin më të mirë të sezonit të kullotjes dhe zhvillimin e aktivitetit blektoral. Në bashkinë e Libohovës ka nisur zyrtarisht fushata e vaksinimit të imtave nga ana e blektorëve të zonës. Ky proces po zhvillohet në bashkëpunim me specialistët e bujqësisë dhe shërbimet veterinare me synim për të garantuar shëndetin e tufave dhe për të parandaluar përhapjen e sëmundjeve infektive. Vaksinimi konsiderohet një hap i rëndësishëm për forcimin e sektorit blektoral në këtë zonë. Sipas specialistëve të bujqësisë, të gjithë blektorët kanë nisur aplikimin e vaksinave, ku vëmendje e veçantë kushtohet parandalimit të sëmundjes së brucelozës, e cila është një nga rreziqet më të njohura për bagëtitë e imta. Lidhur me vaksinimin nga kontaktet që kemi me sektorin e veterinarisë në qarkun e Gjirokastrës, janë bërë vaksinat kryesisht për brucelozën, ndërsa vaksinat për plasja nuk ka përfunduar. Vaksinimi është vitin e kaluar është kryer dhe mendohet të realizohet dhe si vjetë. Ky proces synon jo vetëm mbrojtjen e të imtave, por edhe sigurimin e produkteve më të sigurta dhe cilësore për konsum. Paralelisht me fushatën e vaksinimit, kjo periudhë përkon edhe me nisjen e kontraktimit të kullotave verore nga blektorët e zonës. Blektorët përgatiten për të realizuar kontratët për kullotat verore. Kanë bërë kërkesat e tyre me dokumentacionin përkatës dhe në bashkëpunim dhe me zonën e mbrojtur. Drejtorinë e zonës së mbrojtur në qarkun e Gjirokastrës është ngritur një grup i përbashkët pune për shërtimin e këtyre kërkesave dhe lidhjen e kontratave në parkun natyror të Zagories, i cili është një sipërfaqe e konsiderueshme me kullota dhe do të shërbej fermerëve ku bashkia Libohov do të jetë përfituese. Kjo praktiku mundëson atyre të organizojnë më mirë sezonin e kullotjes, duke siguruar ushqim të mjaftueshëm për bagëtitë gjatë muajve të verës. Menaxhimi i mirë i kullotave shihet si një faktor kyç për rritjen e prodhimit blektoral dhe për zhvillimin e qëndrueshëm të aktivitetit në zonë. Prej më shumë se 10 vitesh, Pelivan Jaçe nga Këlqyra merret me grumbullimin e bimëve medicinale. Ai bashkëpunon me banorët e zonës, të cilët i mbledhin këto bimë në natyrë. Puna e tij jo vetëm që ruan një traditë të hershme, por gjithashtu krijon të ardhura për familjet dhe promovon vlerat natyrore të krahinës. Këlqyra njihet si një nga zonat më të pasura në Shqipëri për bimët medicinale, një pasuri natyrore që prej vitesh u siguron të ardhura dhjetra familjeve. Në këtë zonë, prej më shumë se një dekade, Pelivan Jaçe merret me grumbullimin e bimëve medicinale, duke bashkëpunuar ngushtë me banorët e zonës. Në çdo stin, natyra ofron lloje të ndryshme bimësh, por sipas Jaçes, mbledhja e tyre kërkon përkushtim dhe kujdes të veçantë në mënyrë që të ruhet cilësia dhe vlerat Tani fillojnë nitra, barblete, fillojnë në gjitha të sezonit. Se tani për tani këto janë dy, rrenjë, rushkut dhe ushti ky sezon. Vetëm i grumullojmë i thajme dhe jo i përpunojmë. Sa më mirë ta thash, sa më mirë ta ruash ngjyrën tëra, kam ecje tregu. Tani që be art thajta në natyrë, po. Bimri është i vështirë.
Do kushte specifike? Po, do kushte. Pa kushte s'bëhet asnjë gjë. Ka raste kur ju shkon malli dëm? Po ka raste. Ka që më juket kalbet. Sa e duash. Dimri i vështirësh. Përkat se ka që e shpjen për eksport jashtë. Banorët ja din shumë vlerën, po si ka vajt punë euro se dollarit. Po vlerën ja din shumë mirë ata, po s'ka njerëz kush të vetëm mbledhi me. Pavarësisht potencialit të madh që ka kjo zonë, sfidat nuk mungojnë. Sigurimi i fuqisë punëtore mbetet një ndër problemet kryesore, sidomos gjatë sezonit të mbledhjes. Zona është, po s'ka njerëz në përshatra. Janë shkatruar fshatrat, s'ka. Po të ke popullsi, është më mirë. Po si janë bërë vendi, s'ka njerëz. Kush vete? Moshe trete është tani, 60 vjeç e lart. Rini s'ka me. Kush do punoj? Fuqia punëtore mungon, erva dollari ka rënë shumë poshtë dhe ka ulur kostën e fitimit atyre poshtë. Ne goditemi, ne shërbejmë, bëjmë për pak. Megjithatë, për banorët e Këlqyrës, bimët medicinale mbeten një burim i rëndësishëm jetese dhe një traditë që vijon të trashëgohet ndër breza. Ishim në minutat e editarit informativ në RTS Gjirokastra. Unë ju falenderoj për vëmendjen, ju uroj shikim të këndshëm të programeve tona në vijim. Bashkë, mirupafshim.